Pas humbjes tronditëse ndaj Shqipërisë në Leskovë, kombëtarja e Serbisë ka pësuar një goditje të rëndë në rrugën drejt kualifikimit për Kupën e Botës 2026. Disfata nga Kuqezindi jo vetëm që uli ndjeshëm shpresat për një vend në botëror, por solli edhe dorëheqjen e trajnerit Dragan Stojković. Përballja e radhës e Serbisë do të jetë kundër Andorrës, ku për shkak të situatës aktuale priten ndryshime të shumta në formacion në ndeshjen që do të luhet në datën 14 tetor. Skuadra do të drejtohet përkohësisht nga Zoran Bata Mirković, ndërsa 5 lojtar kyç nuk do të jenë të gatshëm për këtë ndeshje. Nikola Milenković, Andrija Zivković, Predrag Rajković, Luka Jović dhe Dragan Rosić janë jashtë listës së kombëtares për shkak të lodhjes dhe dëmtimeve. Në vend të tyre janë ftuar Luka Lieskić nga Radokniqi, Vuk Drashković nga Crvena Zvezda dhe Mihajlo Cvetković nga Anderlehti. Serbia pritet të paraqitet me një formacion tepër të dobët ndaj Andorrës, ndërkohë që atmosfera në kampin serb mbetet tepër e rëndë pas rezultateve të fundit dhe pas sigurisë për të ardhmen. Pas humbjes së Serbisë në shtëpi ndaj Shqipërisë me rezultatin 0-1 me golin e Rej Manajt në minutën e vetme të shtesës së pjesës së parë, trajneri përfaqësuese serbe Dragan Stojković, i njohur si Piksi, ka konfirmuar në konferencën për shtyp se ka ofruar dorëheqjen nga posti i trajnerit të kombëtares. Në një deklaratë tepër të gjatë dhe emocionale, Stojković tha se humbja ndaj Shqipërisë ishte e papritur dhe sa i mban përgjegjësinë e plot për dështimin e kombëtares serbe. Tashmë kam folur me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm të federatës. Kam ofruar dorëheqjen time, nuk e prisja këtë humbje, veçanërisht ndaj ekipit që është rivali kryesor në grupin ton. Jam i vetmi fajtor, pranoj përgjegjësinë e plot. Më vjen keq që humbëm, por kjo është jeta, ky është sporti. Mendoj se është krejtësisht e panevojshme që të udhëtoj me ekipin për në Andorra. Këtë e kam vendosur vetë. Ndeshjen me Andorrën do ta drejtojë asistenti im. Federata do të jap një njoftim zyrtar së shpejti, tha Stojković. Trajneri serb u ndal edhe te presioni i madh që kishte ndjerë para dhe gjatë ndeshjes me Shqipërinë. Presioni ishte shumë i madh. E ndjeva sapo zbritëm në Leskovac. Luajtëm mirë në pjesën e parë, patëm raste, por nuk arritëm të shënojmë. Shqipëria shënoi dhe më pas na mungoi qetësia. Provuam gjithçka në pjesën e dytë, por pa rezultat. Në fund trajneri që drejtoi Serbinë për 4 vite e gjysmë foli me ton emocional për periudhën e tij në pankinë. Ka qenë një privilegj i madh të jem trajneri i kombit tim. Kemi pasur momente të bukura dhe fitore të mëdha, por tani është momenti të pranoj realitetin. Nuk është tragjedi që një trajner të largohet nga stoli. Serbia do të ketë gjithmonë mbështetjen time si tifoz.